Vlezër të nderuar xhamatli të pranishëm. Erdhi një burr tek Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, ku ankonte për fëmin e tij I cili ishte jo respektues ndaj prindit. Dhe duke ju ankuar, Omer ibn Khattabi u zemrua dhe dërgoi një person që ta thret djalin e këtij personit I cili u ankonte te Omer ibn Khattabi radiallahu anhu. Kur erdhi djali, e pa se djali ishte një djal, u dallonte në sjelljen e tij, në pamjen e tij, që ishte një njeri I zgjuar dhe I mençur. Dhe pse u ankonte prindi nga ky, e pyeti djalin, tha pse baba I, tha po ankohet për mos respekt, po ankohet se nuk është I rehatshëm nga ti, dhe se ti sill këtij prindit shpeshherë mos respekt, dhe ja kthen fjalën dhe nuk e ndëgjon. I tha ki djali Omer ibn Khattabit, çfarë përgjegjësie ka prindi ndaj meje si fëmijë, e pastaj edhe unë të kuptoj se çfarë përgjegjësie ka unë ndaj prindit. Omer ibn Khattabi I tha, obligim prindi e ka për fëmijën, e para gjë është t'ia zgjedh nanën e mirë. E dyta tha t'ia zgjedh emrin e mirë. Dhe e treta tha t'ia mëson librin e Allahut, t'ia mëson Kur'anin. U kthi djaloshi duke I thonë Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, tha ki baba im, nanën ma ka zgjedh robresh, e cila dhe është me defekte në mendjen e saj. Dhe më ka emërtuar me një emër Gjuele, I cili është një kafshë në shkretir, e cili është nga kafshët e për ulta. Dhe nuk më ka mësuar as një ajet nga libri I Allahut. Atëherë tha, babës o ti, tha, ti qenke mos respektues ndaj djalit tanë. Qenke ti a I cili duhet që të edukohesh e jo fëmija ytë. Po vëllezër të nderuar, nga kjo rast nënkuptojmë se njeriu duhet ta edukon fëmin e tij para se të martohet, dhe para se të lind, dhe para se të rritet. Shumë nga prindërit ankohen për djemt e tyre që nuk janë respektues, që nuk janë të sjellshëm, që nuk janë të edukuar, mirë po shpesh herë ndodh që defekti me qenë tek prindrit. Ankohen për fëmijët e tyre që në përshkolla sjellin probleme të ndryshme. Mirë po ai fëmijë kur del nga shtëpia e tij, asnjëherë prindi nuk e kontrollon çantën, a e ka të mbushur me libra apo e ka të mbushur me thika. A e ka atë çantë të mbushur me lapsa apo e ka atë çantë të mbushur me cigare, duhan e narkotike të ndryshme. Dhe pastaj ka probleme në shkollë, ka probleme në rrugë, ka probleme në shtëpi, dhe problemi më I madh kthehet përsëri te prindi. Dhe përgjegjësia më e madhe është ai prindër, ku thot Allahu azza wa jall, ku anfusakum wa ahlikum nara, ruajini vetin tuaj dhe fëmijët e juaj nga zjarri. Jo rastësisht tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo njeri prej juve është bari, dhe çdo bari do të përgjigjet për kopën e vet. Prindi baba ka përgjegjësi të madhe ndaj evladit. Allahu azza wa jall e përshkruan në Kur'an, thot se zbukurimi I botës është fëmiu. E nëse atë fëmijë që të ka dhënë Allahu azza wa jall dhurat, nuk kujdesesh, dije se do t'japish përgjegjësi të madhe para Allahut azza wa jall. Se shpesh herë po drejtohet gishti nga fëmijët, mirë po asnjëherë nuk akuzohen prindërit për gjestet e ulta dhe problemet e shumta që sjellin në shoqëri rinia, sepse ka shumë defekte të mëdha në mesin e baballarëve në edukatën e fëmijëve. Derisa dietarët kanë thonë, pejgamberët e Allahut e kanë lut Allahun azza wa jall
që Allahu t'ju jep atyre fëmijë të mbarë, që t'ju jep atyre fëmijë të udhëzuar. Ibrahimi a.s. pejgamberi Allahut, e luti Allahun azza wa jall që Allahu t'ju jep pas ardhës salihin, që t'ju jep djem dhe vajza që do të vinë pas ti, që do t'jenë kënaqësia e syrit të prindrit të udhëzuar, që do t'jenë në kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Thojnë hoxha, udhëzimi janë në dorën e Allahut. Nëse don Allahu këtë fëmijë udhëzon, e nëse don Allahu e devion. Mirë po, shumë pak prej atyre, kur ti pyetish a i ki bo sebepët ti, nuk i ka marrë sebepët. Ne e kemi shembull Nuhun a.s. i cili 950 vjet e thiri popullin e tij dhe e thiri familjen e tij në fe, derisa dhe kur erdhi mas 950 viteve që populli i tij që ishte ai që nuk ju përgjigj ftesës së Nuhut a.s. i mori vërshima dhe deri në atë moment ishte duke e këshillu dhe duke e ftu në fe djalin e tij, duke i thonë ja buneje keb mana, o djali jem, hip në vetë anije me neve, fa ja simuni min el ma, fa mu do të mbron kjo kodra, që jam këtë kodra nuk kap, fa la asim el jome min emri Allahi illa men rahim, sot nuk e shpëton askush o djali jem, vetëm sa që e ka mëshiru Allahun këtë anije, wa hale bejnehu wa bejne l-mugji, fe kane min el-mugrakin, e ndajt ti ato valë të mdoja, mes kodrës dhe mes anije së Nuhut a.s. A undar me kaq, vazhdojt bën dua, tha, innahu min ehli, o Zot, kjo është i familjes time. Vazhdojt deri në pikat e fundit. Kjo të regon se sa ne kemi dhonën kontribut dhe pastaj themi se Allah nuk pëllëzon, nuk dretohet ki, ndoshta ti nuk e marrë me atë as një minut. A i fidoni sa është i vogël, kthehet si ta dush. Mirë po, kur të rritet dhe të bëhet dru dhe shtremohet, a i vetëm se mundet të thehet. Për ata, pejgamberi a.s. në mëson që ta zgjedhin bashortën të mirë, të udhëzuar, besimtare, që i ka frikë Allahut, që as pastaj kur të lindaj fëmia, të fillon prej gjithërjes. A i din se Imam Malik el-Gjueni, një dietar i madh, thot ka qenë as dietar i madh dhe ndonjëherë kur ka mbajt ligjërat, është ka belbzu ndonjëherë. Edhe ka thonë në çket belbzim e kam se njëherë baba im i pa thonë nanës teme, nuk guzon me ushqej këtë fëmijën vetëm se me halal. Dhe mos gabo që kur të vjen misafir ndonjë grua, t'i jape gji, se nuk e di se atë qumë që do ta pin nga i gjiri, me çka është ushqia e gruaja. Thot edhe erdhën disa misafir dhe thot nuk pati mundësi nana ime në qatë kohë që të më jep qumsht, edhe një kojshike i dha qumsht deri të i kri punt e pasu u qetësu. Kur erdhi tha, kush i dha qumsht, tha unë. Tha unë e kam marrë, tha qish do të dal me burin tem, se buri em ka thanën, vetëm se ti kimi dhonë qumsht fëmijës. E thot, mendoj se ki belbzini që i po ndodhë njerë, është nga i qumshti i asoj kojshikës që e kumpi, nuk e di se a ka qenë halal. E thot, kur i ka dhonë qumsht sot, kur japin qumsht gratë, ishtin në gjumë, thot ja pak qumsht fleje. Kurse atëherë i kanë dhonë qumsh me bismillah dhe i kanë dhonë qumsh që të pin nga ki qumsh i halal dhe të bëhet njeri i drejt dhe të bëhet njeri i udhëzum dhe të bëhet shembull për të tjerët. E pastaj, ja e emërton me emër të mirë, i thirr kurban, pastaj, çka ban dhe të parë në gjoja thirë e zonin me një fjallën e Allahut, e kur i ka 7 vjetët urdhroje të fare namaz, po i ka 7 vjetë bëgja i vogëla, çka din? Çka din, pse shkon në shkollë për 6 vjetë? Pse nuk e kanë bërë me shkon në shkollë për 20 vjetë? Për 6 vjetë i ka bazat, që ato çka i ka në 6, 7, deri në 10, nuk mund t'i ka për mas 20 dhe 30. Muru e vladhekum, wa hum seba. Urdhrojni fëmijët juve me namaz, duke qenë 7 vjetë. Wa dribuhum
alayhi ashar. Dhe kur ti ban 10 vjet, rehni ka pak, shkojani ka pak veshin me tregu se kjo është e rëndësishme. E më jam mësu Kur'anin qatë kohë. E vallahi ai që u kujdes pi i vogël më jam mësu namazin, më jam mësu Kur'anin, kur do të rritet çaj fëmijë, ai do të jetë fëmia dhe investimi më i madh për atë prind. Pse? Se thot do të rritet dhe thotë Rabbirhamhuma kema rabbayani saghira, dhe thotë o Zot, më shiroj këta prindrit e mi ashtu siç i kujdesen për mua kur unë isha i vogël. Problemi vazhdon edhe më tutje, duke u ri, duke thënë se 10 vjet është i vogël, 15 vjet është i vogël, 20 vjet pastaj është i vogël, e kur pas 20 vjet dhe mundohet me eduku, atëherë nuk ka mundësi që të edukohet dhe problemet i shohim të shumta në shoqërinë tonë. Shumë prindër ankohet për mos respektimin e prindërve. Shumë prindër ankohen për fëmijët e tyre që nuk janë të ndëgjueshëm. Mirë po, ne problemi jonë është vetë tek ne. Sa kemi bëhe para prej saj është lutja vëllezër të nderuar. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, 3 lloj lutjeve nuk i kthen Allahu prap. E para është lutja e udhëtarit kur është në udhtim. Lutja e atij që është bërë pa drejtësi dhe lutja e prindrit për fëmijën e tij, që Allahu ta udhëzon. Zekaria alayhis salam i boni mbi 80 vjet thuhet, dhe u zbardh koka e tij. Dhe tha o Zot, më janë zbardh, më janë thi flokt, më janë dobësu eshrat, mirë po në asnjëherë nuk e kum hub shpresën ndaj teje, se si ti e Rabbul Alamini. Ti për çdo sen për ti është lehtë edhe pse jam plak. E lutja Allahun, çka i tha? Rabbi gjall merdhia, o Zot, bane një fëmijë që t'jemi kënaqur, ti je i kënaqur me ata. Yerithuni wa yarithu min ali Yaqub, waj'alhu Rabbi radiya, që do më trashëgon mua dhe të trashëgon pastaj familjen e Jakubit dhe të poshtë. Çka me trashëgu pasuni? Me trashëgu shtëpinë? Jo, me trashëgue sjelljen, moralin, porosit fetare, do t'ja bën Allah pejgamber dhe pastaj azhjedi e boni Jahjen e boni pejgamber. Me bon lutjet e ato janë që e ndryshojnë. Nana e Meriemës kur mbeti shtatzone, e lutja Allahun që Allah t'jep një fëmijë që do t'a bën atë fëmijë shërbëtor në faltorin xhami, që ta shërben xhamien. Mirë po, kur mbeti shtatzone dhe kur lindi, e po që ajo është vajzë. Mirë po edhe pse ishte vajzë, çka tha? Inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at, wa laysa dhakaru kal untha, wa inni sammaytuha Maryam, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Pa o Zot, unë e linda vajzë, nuk është barabar si kur djali dhe vajza, se djali është më i fortë dhe e përgatita për në xhami. Mirë po përsëri unë do ta emërtoj ata Maryam. Çka do të thonë Maryam? Shërbetore përsëri. Maryam shërbetore. Dhe e bëri shërbetore në xhamin e Aksas dhe nga devotshmëria e bëri një lutje, tha o Zot, ruje këtë voglushe dhe pas arsit e kësaj nga shejtani i mallkuar, e pas arsit e kësajna erdhi kush? Isa alayhis salam. Dhe i vinte furnizimi në xhami, kur hinte Zekaria e shifte në xhami, se i vjen furnizimi nga se merr mendja. O i dakhala Zekaria al-mihraba, wajada indaha rizqa, qalet ya Maryam anna laki hadha, qalet huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha min ghayri hisab. Kur hinke në qoshin, në të faltorën, që bën të adhurim dhe ibadet Maryama, e shifte furnizime të ndryshme, thënë të o Maryam, nga i ke këta? Tha këto i kam nga Allahu, Allahu është furnizuesi i madh dhe të furnizon nga sa merr mendja. E para, vëllezër të nderuar, është lutja duaja. E dyta është ushqimi halal me ushqit fëmijën halal. Kullu nabatin yanbut min as-suht fan-nar awla, fa pensam çdo trup që ushqehet me haram, trupi i tij është magnet që e ngren nga xhehenemi.
Çdo trup I cili ushqet me halal e ngrej hajri e mira, e ngrej nga ana e xhenetit. Për ata, Sa'd ibn Abi Waqqas I tha, o I dërguari I Allahut, luta Allahun që Allahu të mban prej tyre që më pranot lutja, tha at'ib ta'amaka tustajabu lah. Tha haj ushqimin halal, mos e ki gajle për duan se Allahu pastaj ta pranon. Shpesh herë bëhet sebeb që nuk na pranohet lutja se nuk e kemi dërp dhe gajle se penga e marmi ushqimin e kemi halal apo e kemi haram. E treta, shoqërimi me njerëzit e mirë. Shpesh herë shoqërohet, nuk e dimi me cilin shok shoqërohet. Shka ban të shkolla, ku shok, te ka, bohën, o gjo janë vra, u mitën, u pretën, u banën, ketë përgjësia vënë për babën, bi asimtarin, bi kujdestarin, se kër e keni shkollë ti e kujdestar, të shpia prindi është kujdestar, dhe keni me dhonë këtë përgjësi për këtë punë. Pse? Se nuk e merë fëmijën tanë, të besedojsh kur të vere për shkollë, me kanë shoqërohet, a ka mësu, a qka s'ka mësu, së është problem. El meru ala dini khalili, fel jandhur men ju khalilu. Feja jote është në fen e shokut tënd, shikoje se kanë e merë për shok. Shpesh herë, djemë të mirë, të vëzuar, janë bëshkat për të devjuar shoqëria. Edhe shpesh herë, ka ndodhë një njeri jo I vëzuar dhe jo I drejtuar që shduhet, mirë po ka ndiku shoqëria e mirë që të premesohet nga e mira. Tjetra vëllezër të nderuar, prej gabimeve të mëdha është kur prindi jo të bën dua për fëmijën, po bën kundra fëmijës. Allahu kur mos dafti përparim, kur mos pas sukses, kur s'ta kun pa hajrin, të bo keq. Ka ardhur njëri ta vllai me Mubareki, është anku për fëmijën e vet, I ka thonë fëmija, I ka marrë udhë tek qia, nuk është punë me ndresh në rrugë. Thot, a ki bo dua kundra tina? Tha po. Tha tje pas ke shkatru fëmijën tënde, hupi këtuj dhe mësëm dil për para. Më thonë, duaja ka njerë është se pritit I përnot lutja, ban dua kundra e vladit vet, e shkatron e vladin e vet me lutën që a ban kundra e vladit vet. Tjetra është problemet familjare. Shpesh herë ndodhin që prindi ka probleme në shtëpi mrenda me fëmijët e vet dhe ngrit zërin dhe ndoshta ka kacafitje me bashortën e tij dhe problemet familjare, pastaj mletin të cilin e ka I fëmijë mrenda del jashtë edhe zbraz jashtë. Për ata prej Islamit është se ke një mosmarrveshje me bashortën, është që fëmijët mos prezantojnë në ato momente kur ti këshillohesh apo konsultohesh apo disa hesape I sqaron jo prezencën e fëmijëve. Fëmijët më të terrorizuar në shkollë janë ato fëmijë që kanë probleme në familjet e tyre. Për ata kemi përgjegjësi të madhe për Allahut Azza wa Jall, se rinia dhe fëmijët e tonë janë ardhmëria e popullit tonë. Duhet shumë të kemi kujdes, se vallahi është duke shku nga e keqja. Në për shkolla ka ra niveli arsimit shumë ulët. Edukata ka ranë nën zero, nuk kanë respekt as për profesor, as arsimtar, e as shok, e as administrat, e as send. Të kemi kujdes se vallahi një ditë kemi me dhonë llogari para Allahut Azza wa Jall. Kemi me dhonë llogari para Allahut Azza wa Jall, se Allahu ta ka dhënë atë emanet. Ai di se dukush shkon ban operacione ngan çka s'ban me bën fëmijë. Edhe Allah s'ja mëson dukush si ka dhënë fëmijë. E ti që të ka dhonë Allah Azza wa Jall fëmijë, kjo është një mirësi, por ti të nënë sprov se ti nëse nuk jep hakin ki me dhonë përgjithësi për Allahut Azza wa Jall. Kemi frikë Allahun subhanahu wa taala. Kemi frikë Allahun Azza wa Jall, ne bëjmë dua, bëjmë lutje, mundohemi në metodat, mënyra ndryshe që si ti premesojmë fëmijët tonë, rinin tonë, sepse kur të premesohet rinia jonë do të premesohet të gjithë ummeti jonë, do të premesohet gjithë populli jonë, gjithë shoqëria jonë nga herit. Elus Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall na premeson neve, na I premeson fëmijët tonë, na I premeson bashortët tona, familjet tona, t'ja umbush atyre zemrën me iman, me besim, ata ti ngrit në gradat larta të arsimit, të moralit, të sjelljes, që të bëhen shembull për ka e mira, për udhëzim, për ka e hajri.